Receta e sotme është sa e shijshme që dhe e shëndetshme dhe për më tepër shumë e shpejt për të përgatitur. Si fillim marrim 2-3 lugë vaj ulliri, më pas hedhim një kokër qep, e përziejmë mirë derisa qepa të fillojë të zbutet. Më pas hedhim një spec të kuq, një spec jeshil, një karot dhe një kungull. I përziej mirë të gjithë perimet bashkë për pak minuta. Dhe më pas hedhim 2 deri në 3 kokra domatet, të cilat i kam ngrirë imët. I përziej mirë për pak minuta derisa domatet të zbutet. Më pas i hedhim 300 gram bulgur, të cilin unë e kam larë më parë. I përziej mirë të gjitha bashkë. Më pas i hedhim 650 ml ujë. I hedhim krip, rigon dhe piper të zi. E lejmë të ziejë për 10 minuta në temperaturë të ulët. Për kohën e zjerjes së bulgurit, shihni paketimin. Pasi ka zier, do ta përzijmë dhe do ta lejmë të pushojë për 10 minuta. Pas 10 minutave është gati për ta konsumuar. Është një pjatë e thjeshtë, e shijshme dhe e shëndetshme. Ju bëf të mirë nëse e provoni. Nëse dëshironi, mund ta shoqëroni dhe me kos. Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!